Dhjetra besimtar musliman kanë falur namazin e natës së Kadrit në xhaminë e Ilyas Bej Mirahorit në qytetin e Korçës. Nata e Kadrit është një nga netët më të rëndësishme të kalendarit islam dhe sipas mësimeve islame konsiderohet më e vlefshme se 1000 muaj. Para faljes së namazit, besimtarët patën mundësi të lexojnë Kur'an, si dhe të ndjekin ligjërat për vlerat dhe rëndësinë e kësaj nate të madhe. Qëllimi i të gjithëve është i njëjtë. Është arritja e sevapit të natës së Kadrit. Faktikisht Allahu xhalla shanu, e ka lënë pak të fshehtë këtë natë, se kur është kjo natë. Por na ka ndihmuar duke na thënë që kërkojnë atë nga hadithi i Profetit alayhis salam në 10 ditët e fundit dhe në transmetime tjera sakson në netët teke. Duhet përgëzoj çdo njërin, burr edhe grua, besimtar dhe besimtare, që ka lënë gjumin, ka lënë familjen, ka lënë krevatin e ngrohtë, ka lënë shtëpinë dhe ka ardhur në xhami për të kërkuar sevapin e kësaj nate. Lut Zotin nga thellësia e zemrës që o Zot, na mundsoj që të arrijmë atë sevap në natën e Kadrit. Nëse është kjo natë, na mundsoj që të arrijmë atë sevap. Nata e Kadrit është një natë që përkon në ditën e 27 të muajit të shenjtë të Ramazanit. Ajo gjendet në 10 netët e fundit të tij në njërin nga netët teke. Besimtarët këtë natë e kalojnë në lutje dhe adhurim, lexim të Kuranit si dhe qëndrim në xhami.